Kjo nuk është një reformë e cila bëhet për një bashki apo një tjetër, bëhet për të mirën e qytetarëve shqiptar, për të pasur mundësinë që çdo bashki të ketë mundësinë të ofrojë shërbimet më të mira të mundshme dhe kapacitetet për të hartuar projekte zhvillimore dhe për t'i kthyer bashkitë nga institucione të cilat sot janë përgjegjëse për pusetën, kanalin dhe dritën, në institucione të cilat bëhen përgjegjëse për zhvillimin ekonomik të territorit që ata administrojnë. Dhe pjesë e sfidës që ne kemi përpara është të kemi mundësi të forcojmë bashkitë tani, të futemi në zgjedhjet e ardhshme me bashki me struktura më të forta, më të afta ekonomikisht, më të afta funksionalisht, të cilat të harxojnë periudhën 27-31 për të ajustuar me këtë realitet të ri, për të forcuar edhe më tej administratën e tyre, strukturën e tyre, funksionalitetin e tyre, dhe në 2031 si bashki europiane të kenë mundësi të marrin maksimumin e mundshëm, jo vetëm nëpërmjet financimeve vendore, jo nëpërmjet funksionalitetit të tyre të përditshëm, por dhe nga financimet që vijnë nga Bashkimi Evropian për territorin e tyre dhe për qytetarët e tyre. Dhe kjo ka qenë kolona kryesore e nevojës që ne kemi për ta përqasur këtë reformë. Personalizimi është i lidhur ngushësisht me kapacitetin e një bashkie, nga ana e burimeve njerëzore, nga ana e financave, nga ana e aftësive teknike, mjete, makina, për ta ushtruar një funksion caktuar. Dhe nëse bashkitë nuk i kanë këto kapacitete, nuk mund të flasim për decentralizim, për të çuar funksione me ligj, të cilat ligj ne mund të themi që këta të bëjnë pastrimin e kanaleve kulluese vadice. Por ligji nuk jep dot as njerëz që operojnë mjete, as mjete, ne mund të themi me ligj që këto do të bëjmë plan urbanistik. Po ligji nuk krijon dot urbanist. Dhe kapaciteti për të absorbuar dhe për të zbatuar siç duhet funksione decentralizuese është lidhur ngushësisht me kapacitetet që këto bashki kanë. Dhe bazuar dhe në këtë koncept, pra Bashkimi Evropian, decentralizimin e mirëfillt, serioz, jo me fjalë, me punë, me vepra ke bashkitë, janë ato të cilat ishin elementet që nisëm për të bërë vlerësimin e punës.